Sabina Meta dhe Kristi Lamaj e nisën ditën e tyre me debate gjatë qëndrimit në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5. Dy banorët u përfshin në një përplasje për punët e shtëpisë. Pasi ende nuk është zgjedhur lideri i javës. Sabina është shprehur se ata jetojnë në një komunitet dhe se shtëpia është bërë zhul, duke theksuar se po flen mbi plehra. Ajo i është drejtuar Kristit duke i thënë se nëse do mund t'i mbledh të gjithë banorët për të rënë dakord, por jo t'i mbledh për budalliqe. Pjesë nga debati. Sabina: këtu jemi në komunitet dhe këtu është zhul, edhe po rini mbi të, më falni për shprehjen. Kristi: kur je në komunitet mblidhet i gjithë komuniteti, bien dakord për të gjitha. Sabina: të kishim rënë dakord për këtë, s'do bëje budalliqe aty. Kristi: po e bëni ju të tjerët pra, me që jeni më të zgjuar. Sabina: po e bëjmë tani. Nesër s'do bëj, nëse s'do flem mbi plehra këtu, edhe ja. Kristi: pse nuk bëheni ju ndonjëherë më të zot edhe ti mësonim njëri tjetrin? Na mblidhni të gjithëve. Sabina: jo more, na mblidh ti për budalliqe. Kristi: mblidhemi të gjithë se disa persona specifik nuk marrin mendim as për mua, kur unë nuk jam aty. Sabina: po bëj çfarë të duash, nuk je vetëm ti këtu, jemi 13 banor këtu. Kristi: po këtë po të them pra. Sabina: vendosin 13 veta të tjerë, po të duash vazhdo. Kristi: vendosin 13 veta të tjerë kur unë nuk jam aty. Nuk vlen për mua kjo, mbase vlen për ty. Sabina: mos e bëj. Unë jam zgjuar që në 7 dhe i bëra të gjitha punët, kur ju po flinit aty mbi plehra. Kristi: vazhdo t'i bësh, edhe unë gjërat e mia do vazhdoj t'i bëj. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.